Në proces verbal keni censuruar fjalit të tëra për shkak të tmerrit që keni nga fjala ime. Por ato i kam dëgjuar qytetar dhe nuk është ky qëllimi pse marr fjalën. Qëllimi pse marr fjalën është se gjithë çka lexuat ju aty. Nga e para tek e fundit është një sfidë, është karshillek, është përçmim për protestën e qindra mijëra shqiptarëve të cilët kanë një agjendë, ndër më të drejtën që ka patur ndonjëherë, agjendë që u mbështet fuqimisht nga Parlamenti Evropian dje, agjendë e cila ky parlament nuk mund të ketë trajtoj çështje tjetër përveç agjendës së qytetarëve në protestën më madhështore në historinë e këtij vendi. Ndaj dhe tërhiq rendin e ditës, t'i rikthehemi agjendës, mendoj se ky është detyrimi absolut i këtij parlamenti në mënyrë që të mos përfundojë dhe ky aty ku e meriton sa më shpejt. Zoti Berisha, kjo nuk ishte fjalë për zverbalin, ishte fjalë